Po Klodin e lëndrimin, si shet ata dy persona? Veçën se në prajimin e fundit jam përfol shumë, jam përfol shumë për paragjykimin e tyre seksual, ti si banor që ke qenë mrena, si shet ata? Prajimin e fundit nuk e kam pa dhe nuk e di se qa fol për prajimin e fundit ishte më mos ka bosha mram. Nuk e kam pa. Nuk e di ç'a ka null me paragjykime. Është përfol, domethënë për ata dy për shkak se kanë një lidhje jashtëzakonisht njëri me tjetrin edhe në farë forme i kam paragjyku për orientimin seksual. Kush i ka paragjyku? Domethënë publiku. Po ata se dinë se si ka paragjyku publiku, atë janë mran. Po okej, edhe domethënë produksioni i ka pyet çka po ndodh mes juve për shkak se është a e sheti normale mes dy meshkujve një afërsi si që kanë ato dy? Po, janë shumë shok. Çka ka keqë, vëlla. Janë shumë shok. Unë i pari natë për natë, unë për shembull në krevat unë me Klodin kam fjet. A do me më paragjyku ti mu pse kam fjet me Klodin? A ndoshta për ata pimbrohen. Këto e kuptova që pimbrohen. Kështu që pas të qenë një treshje fantastike dhe ti ke dalë tash kam gjetë atë. E kam fjallën që nuk mund është ti për shembull a janë se si janë nuk e di. Unë besoj që për shembull për Klodin besoj se është drejt. A u dën? Po thjesht për thom, për shkak se çdo herë paragjykohen jashtë, edhe ndoshta të ka raste edhe ty me mi ndëgju paragjykimet e tyre se tek e fundit është e drejtë e tyre. Por zonë kanë pyet shumë. Është e drejtë e tyre, po thjesht ti ke qenë aty brenda edhe po të pyes ti si shef, me çfarë syni ishe? Unë besoj se ata dy janë të dy comfortable në atë që bajnë, u dën edhe janë kaq shumë din me hinë rëll, kaq shumë din me aktru, kaq të lirshëm janë me një tjetrin, sa mund me ba shumë gjana dhe mos me enal vedin se po më paragjykon publiku se po më paragjykon dikush tjetër. Më kanë ba shumë pyetje, si po thut, më kanë ba shumë pyetje edhe gjithmonë ju kam thonë që po nuk shoh ndaj gjë si me e thonë shqiptarë që gej nuk shoh aty mran. Me e thonë shqiptarë që, kupton. Por nuk e di për më shumë, a din. Thjesht janë dy shokë të mirë. Besoj është një përgjigje adekuate me qenë se ke flajt edhe ti me. Por besoj. Por u i vedin këto momente,